Tani, më e mira do të kishte qenë që këtu sot për një herë të vetme të pushonte avazi të gjitha herëve, edhe pse kjo e sotmja është një herë e ndryshme nga shumë herë për këtë vend dhe për këtë kuvend. Po si duket, humbësit kronik nuk duan ta humbasin as këtë rast, për të bërë të vetmen gjë që dinë të bëjnë më mirë se kushdo tjetër në botë, të humbin përsëri rastin, duke vazhduar t'i bini shqiptarët se nuk vlejnë për asgjë tjetër përveç se për të përfaqësuar dhe mishëruar humbjen në të gjitha format dhe në të gjitha dimensionet e saj. Dhe është vërtet për ta ardhur keq. Po të mendosh se sot në fakt ju kishit mundësinë të deklaronit fitore. Fitoren tuaj më domethënëse, sepse në fakt si gjithmonë ju prap fituat. Ju fituat sepse për muaj me radhë thatë që Amerika do të më bënte mua gjyqin e ndëruar prej jush për t'ju kthyer ju në ato karrige ku nuk do ktheheni kurrë, po s'dolet nga poshtë karriges ku qëndrojnë hierënda të ndënjurat e stërgjyshit tuaj. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Madje ju e vullosët fitoren kur festuat kërrimin me forcë të Maduros nga shtëpia e tij në Caracas dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë gjenerale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Maduros nga ju zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjetë dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Ju mund të mendoni se unë po talem. Mund të talem këta me ju. Unë me ju nuk talem. Unë s'talem kur me fitoret tuaja. Dhe sot ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë se do dorëzohen vetë, paqësisht, në duart e autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në shtëpinë e bardhë për të ulur si antar i bordit paqes. Ka vetëm një nuancë në dështimin tuaj. Ju prisnit fitonit me helikoptere dhe ushtrisë amerikane dhe nuk e prisnit që unë do dorëzohesha vetë. Qojnë s'pak, se tani që ushtria amerikane e anulloi hyrjen me helikopter në kryeministri, s'paku është stacioni i fundit i rrugës së shpresës suaj për pushtet. Ju fituat, unë nervoz, unë kam pasionin e atij që shef se si të gjitha kurthet në pyll janë plot, hap, po për ato kurthe duhet durim. Prandaj, mos sa më shumë më thoni Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro se këtë punë keme këta. Kështu që hiqeni Ramaduron se më shtoni durimin. Mua më ka ardhur rradha kaq herë më ka ardhur rradha, sa dhe ata 5.000 veta që ju vinin, janë bërë tani si lekë të vjetra. Ka dhe gjë tjetër. Mos e lini pas dorat punën non gratës për mua. Në asnjë mënyrë se siç ju kanë dalë të tëra fjalët, do ju dali dhe fjala për non gratën. Por e tha sot dikush, Edi Rama po mbledh parlamentin se ka i ngërç. Ngërçi në fakt është se për parlamentin e Shqipërisë ka vetëm një kuotë për non gratë. Dhe ajo është e zënë. Dhe është e zënë me merit. Ai që e ka marrë non gratën e ka merituar në mënyrën më bitse. Dhe kishte drejt Sara ku tha, kur të vjezor ty tha që të më vizor mu. Po
Ju do i dali fjala që non grata do hiqet në mars të 2025-s. Dhe pavarësisht se është 2026-ta, juve vazhdoni fort se në mars 2025 do ta hiqni. Puna është që dy fjalët janë mbivendosur. Keni mbivendos fjalët, keni thënë do hiqet dhe do vihet. Ajo po su hoq nuk vihet, se është një kuotë. Dhe vallai, ai që e ka marrë atë kuotë, ai është i paarritshëm në të gjitha poshtërsitë, ligësitë, pabesit që i ka bërë popullit shqiptar dhe fikat mbas shpine që i ka ngulur të gjitha aleancat dhe strategjike të Shqipërisë, kështu që zor shumë se lëviz ajo kuotë.